Në oborrin e shkollës së parë shqipe Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Sërbicë të Krçovës u mbajt edicioni i 9 i manifestimit tradicional Thesari që na bashkon. Në këtë edicion në qendër të vëmendjes ishin kryer pleqt, imamët, përfaqësuesit e zgjedhur të fshatit dhe udhëheqësit e shkollës për kontributin e tyre në ruajtjen e traditës, vlerave dhe identitetit kombëtar. Manifestimi filloi me 1 minutë heshtje në nder të profesorit të ndjer Halim Purellku, ndërsa më pas manifestimin e hapi gazetari Bekim Adili. Por vetëm t'ju falenderoj që jeni pjesë sot e këtij manifestimi, i cili, si që e dini tani më, po mbush 9 vite. Që do të thotë se tani po hec në këmbët e veta ky manifestim dhe ajo çfarë ne urom, shpresom dhe synom që në 10 vjetorin, pra vitin e ardhshëm, të kemi një manifestim qendror, madhështor do ta quaja, padyshim në përmasat që duhet të ketë, për faktin se dokumentin e 100 vjetorit të hedhjes të themeleve të kësaj godine e kemi në arkivat e drejtorisë së shkollës, me të cilin dokument padyshim edhe krenohemi, por dhe u dëshmojmë të gjithë tjerëve se në këtë fshat përpara 100 vitesh paraardhësit tanë kanë hedhur themele për një institucion arsimor kur në shumë vende, shtete, përfshirë dhe populli shqiptar kemi patur një lloj analfabetizmi total të plot, ndërkohë që këtu jam mbjell filizat e para të arsimit. Me këtë rast u promovua edhe vepra Migjeni poeti vuajtjes dhe mjerimit i autorit magjistër Nexhat Mehmeti. Botimi i librit Migjeni poeti vuajtjes dhe mjerimit vjen si parantezë e parathënies së fjalëve të Migjenit ku thotë, citoj: "Vuaj bashkë me fëmijën të cilit prindi nuk ia vleu lojën. Vuaj bashkë me të riun që digjet në erotizëm. Vuaj me 50 vjeçarin që mbytet në apatinë e jetës. Vuaj me plakun që dridhet nga frika e vdekjes. Vuaj me bujkun që lufton me tokë. Vuaj me punëtorin të cilin hekur i ndryth. Vuaj me të smurët e smundjeve të krejt botës." Vepra Migjeni poeti vuajtjes dhe mjerimit vjen si rrjedhoj e përkujtimit të 115 vjetorit të lindjes së poetit Miloš Gjergj Nikola Migjenit, si dhe 88 vjetorit të vdekjes së tij, jetë shkurtër si njeri, por jetë gjatë si poet. Pas shfaqjes së kronikës përmbledhëse të kryepleqjve të fshatit, fjalë rasti mbajti njëri ndërta Isa Neziri. Të nderuar, ka mbrëmje që nuk maten me orët që zgjasin, por me ngrohtësinë që lënë në shpirt. Janë ato çaste të rralla ku njerëz të dashur ulen rreth një hapësire, kushtohen kujtime e buzëqeshje madh, plane për të ardhmen, përshëndetje takimesh dhe mbi të gjitha rrezatohet respekt për njëri tjetrin. Një mbrëmje e tillë është kjo e sotmja që na ka mbledhur për të kujtuar ato që i duam dhe pse shumica nuk janë në mesin ton, por janë pjesë e shpirtit ton, sepse të nderosh njerëzit që me veprimet e tyre kanë bërë histori është më e madhja fisnikëri. Fjalë përpara të pranishmeve mbajtje dhe përfaqësuesi i Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore profesor Besnik Rameti. Të nderuar ju fshatar të fshatit Kastriot, dija është mbi gjitha nivelet ku lartësohet gjithçka. Andaj jo rasti skandal nga ky fshat sepse ne sot festojmë dhe kremtojmë 99 vjetorin, ku në vitin e ardhshëm do ketë edhe 100 vjetori, ku arsimi është vlera e kombit, arsimi është dia, arsimi është ajo që të motivon çdo herë dhe të jep të mbijetojsh. Ndërsa më pas si përfaqësues aktual i kastriotasve, fjalë mbajti ambasadori i Republikës së Maqedonisë së Veriut në Zvicër Recep Demiri. Është nder dhe është një emocion shumë i veçantë kur je para fshatarëve. Unë e kam shumë të lehtë fol para aty në tjerëve kosovarëve dhe gjithë mërgatës andej, ama kur jenë dhe në lindjen e jote është një emocion i veçantë. Unë ju falenderoj nga zemra, unë për mua është një barë shumë e madhe se e ka fillu Sefadin Kërshova dhe deri te unë tani edhe shpresoj edhe shumë të tjerë të vazhdojnë edhe mbas meje. Temi krenar për Kastriotin. Kjo shkollë, ky vend që na ka rrit, na ka lind, këtu jemi formu nga gjithë profesor mësuesin e kam pas mësues Adem Adilin të fillores edhe pastaj kam rrugtuar në Zvicër. Gjithashtu fjalë rasti mbajti edhe profesori Smet Jonuzi Krosi.
më bëri përshtypje jashtëzakonisht personalitetit nga Sefadin Kërçova, me 5 nëntor të 1912-s, ku jashtrojnë drekën dhe ndrojnë konceptin për çpallë pavarësinë në Shqipërisë. Gjitha personalitetit, unë shoh se është kastrioti i vogël, i madh. Mirë po ka një paradigmë. Zhurma e fëmijëve bën përshtypjen se këtu ka jetë, ndërsa ende jetojmë në një realitet të hidhur. Vinë kastriot ndërsa shkruan sërbicë. Ndërsa pas shfaqjes së kronikës për drejtorët e shkollës nga i pari deri tek aktuali, fjalë rasti mbajti ish drejtori i kësaj shkolle Beadim Ballashi, si njëri ndër drejtorët më të suksesshëm. Pra viti 1995 ka qenë vit karakteristik, ishte viti 50 vjetori i hapjes së parë, shkollës së parë shqipe në Maqedoni shtatveçares. Atëherë ishim paraprakisht ndrumë edhe jemi, edhe duheshte të vim edhe busa në Skënderbeut, edhe busa me problematika, busa u ndërtu në podrume në fal zotit Ramazan Jagodinit, Ramazan Selimit në Jagodinit, ai jo vetëm që e mshefi punëtorin që bënte aty, por ishte i detyruar të mbledhë kontributin për ta bërë busën e Skënderbeut. Edhe një falënderim gjithmonë për atë se ka dhënë kontribut edhe ai në këtë sferë. Pra gjithmonë kemi pas probleme. Vitin e ardhshëm me rastin e 100 vjetorit të shkollës së parë shqipe pritet të jetë gati edhe monografia e fshatit, ndërsa në manifestim nuk munguan as pikat artistike dhe në fund u shtrua edhe sofra kastriotase me ushqime tradicionale.